Pensoj veç se këta I kompenson I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu. Shifeni, janë gjana të thjeshta. I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fut një ngjiri në xhenet me vepër të vogël. Që them sa të shkoni atje në Kosovë, në Shqipëri, ku të shkoni, me vrat keni përshku me krye këtë vepër, se për Allahu s'ka shpërblim tjetër, vetëm se xhenetin me kusht që mos ta bësh për tokë. Unë java I filani, sa gazeta do të shkruhet për mu, se kam baj mund mirë, ja, që s'ba. Ja nuk për tukje, Allahu në rujt, Zotit Gjellë do t'i thotë ditë në gjykimit, higa tjetër. Për ata që I ke kryet vepër, ata le t'li kujdoj të kompensojnë apo të shpërblejnë. Qërë ka bëgë njëri? Ka hec rrugës, ka pa I ferri, tek ferri. E ka prej, ka në hec njerëzit rahat. Ka pa I grovë vogël me ujë. Ka pa I qenë që ka me të makina pa I mos, tu e ka morë e ka hedhë diku jashtë ati. Ne dhe, sa është puna ime kema, është puna bashkisë, ferrat, qenje, gjithë, po kush do I luj? Hoxha ditë nëse e mani mend, përmendi një ajet madhështorë, pasha Zotin, tja marrim shpërblimin këtij ajeti. Edhe tha, kuntum khajra ummetin ukhrijat linnas. Ju tha keni ardhur, jeni më të zgjedhur e gjithë ymmeteve në përballë. Ju. Kush? Ata që besojnë Zotin, pra. Ata që falen, ata që agjërojnë, ata që japin zekat, ata që kryjnë haxhin, ata që kryjnë umrën, por edhe ata që e ruajnë vllazërinë. I tha Isa alayhis salam njerëzve, a ka dëshirë në ju, në njëri për ju, që të haj mish të qelë? A ka dëshirë në njëni thë që të haj mish njeriu? Ata u çuditën. Ku shkon kjo punë? Si me harë mishin e qelbet, mishin e njeriu? Dhe I tha, vallaj nëse e ke përgoju, I ke hangër mishin. Dhe ma keqa, kur e hënë edhe për zgjallë. Se kur ka vdekaj dhe ja përmen veprat ati, do e keni majtë menë dhe ju nga Kosovë si në thoshin, po e përmenet vdekur në hagishtin kështu. Vonë e kemi marrë vetë, mos e drejtojnë në varët të rinë. I bekovë Zotit. Do kanë qenë njerës që ta tregojshin fejnë, po me kuptu shumë mirë. Edhe kur jemi këtu këtë vllaznia, ne në takoj që të thojmë goxha gjarë. Fillimisht u pama të jemë rrinës. Edhe ullëton goxha dhe u njohë. Por dini gjanë. Vëllaj këto dëshmitarë, si që kemi qenë në këtë umre, ne do t'jemi edhe për para Zotit. Do të dëshmojmë njëri tjetrin. Po na qëlloj udhtimi bashkë, po dhe udhtimi ka sekretet e veta. Ka shumë të mira, por për njerëzit, ndash burrat, ndash gratë me shoqet, dalin shumë të lashë, ose dalin shumë të mira. Dhe kanë thënë ata të hershmit, kur të udhtoni, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, udhtoni tha mundësisht ma e pakta 3 veta parë. Zgjidhi një njeri përgjegjës. Edhe këto shokët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin një traditë. Kishin vendosur për të këto bashkë, e ne mundoheshin të dikush të mori më shumë. Mirësi gjatë udhëtimit. Edhe njëri tha, unë udhtoj me ju dhe për me I kusht. Allahu na ruaj. Për Zotin, do të më në përcjell. Udhtoj me ju dhe për me I kusht. E para dhe, e zonin për namaz të tua theron. Allah. Ne majmë qefë për shtë të pagoj kafe, dhe ja për këtë tjetëri. Dhe për namaz të të theron. 1. Shpenzimet që të dohër për gjatë udhëtimit tha, me leni mua. 2. Tjerët mani ju tha. Tjerët s'kishtë mu, to ishin problemi kryesor. Tjerët mësë në I ma hosha për shumë për të fëllë aty, po I mund të tjerët për si për të. Pra shive, mi leni mu shpenzimet, tha dhe kjo thras për namaz. Pse? Donë dhe me marrë shpërblim. Dhe kur jemi ke shpërblimi, ne normalisht shpërblimin nuk e tim se qka onë. Ta kuptoni, ne e tim që onë shpërblim. Po ne e thamë që shpërblimi njonin prej nesh edhe për jush do të qojnë që ne. Një vepër fare e vojë. Janë përmend disa vlera shpërblimit, që një parasysh 10 me 1, deri në 700, deri 1000,
por atë vlerën e vërtet se sa do t'jesh shpërblimi, jena për ta pa aportimi për para Zotit të Gjallë. Edhe do thoni njoni për jush apo për ne, po Zot, ta kenë ditë gjithë ato haxhi, gjithë ato umrexhi, për 10 ditë do t'i kishe furnizu dhe begatuar. Çfarë vlere pas ka pas. Bashkë Allah, po, unë i pari. Dhe pra shpërblimi për veprat vogla, për zonat vogla,